E këtë gra që i ngritin dhe i bëjnë frizurat e tilla, ka thonë s'kan për të hinë xhennet e as për të nahat erën e xhennetit. Largësia erës së xhennetit mes tyre është 40 vite me ecë në kam. As era e xhennetit nuk o hatët, ndërsa njona lakmon që ashtu të qije në xhennet. E ma tragjike është se burri gjithashtu runa Zot thot se ka vakt zaman për ta. Zdu mi bo presion. Ne s'kemi thonë që me të bo presion as ti me in islam. As ti s'ki drejta me bo presion. A më kua da vetë? Kua shembulltira? A nuk në ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha, ordnoje familjen tonë që të banë namaz dhe banë sabër. Ka thonë vazhdimisht duhet të vazhdon të këshillon. Ku janë këshillët? Ku janë këshillët? A në këtë nivel ra imani jonë, besimi jonë, që runa Zot të bëjmë pjesë në hadithin e pejgamberit Allahut, që një lloj burrave nuk kanë për të hinë xhennet, ato janë dejuthet. Ta janë aso akusha dejut, thot ai që e shef haramin gjunoj në shtëpin e ti dhe hesht. I kam folë bolës mervesh. Për ti dush mi folë deri sa je gjallë, për deri sa folë. Ku të bash nem ki arsye. Kur të ndale Allahu gjuhën, ki arsye. Nuk thamë me përdor dhunë. Në islami ka thonë la ikra fi din, s'ka dhunë në islam. A mos ka thonë islami gjithashtu mos urdhënon në të mirë dhe mos ndalon nga e keq. Urdhri në të mirë dhe ndalimi nga e keqja shtill prej shtillave të islamit. A kemi tregu dhe nderset e kaluara se kodjetarët e kanë konsideru si shtilla e gjashtë e islamit. Në 5 shtartet e islamit i dim, a më gjashtën e neglizhojmë, a janë urdhri në të mirë dhe ndalimi nga e keq. Pra vëllezër të ndersh, cili kish kanë razi që gruaja e tij të shkojë në xhenem, Allahu na ruaj. Cili është razi që nona e tij apo motra e tij të bëhet banore e xhenemit. Po cili kish razi që ai bashkë me to të jenë në xhenem, nga se thot si e kanë bën e xheçin. Edhe ti si e ke bën e xheç. Ti ke hesht dhe nuk përshkruhet në Kur'an i Kerim se azabi dhe dënimi Allahut i ka shpëtu dikur që ka hesht kur a publiku gjunoj. Allahu i ka përfshi të gjithë ata që kanë hesht. Vetëm një grup njerëz kanë shpëtu në historinë e islame, në historinë e njerëzimit, janë ata të cilët kanë urdhëruar në të mirë dhe kanë ndaluar nga e keqja, nga se nuk e din ti vllai dashur, nuk e din se kur ban dobi fjala jote dhe kur Allahu Azza wa Jall jap zemrën asaj që ti dashurohet mbulesa, si ku ju ka dashuru lakuritësia. E njoni e pyti një hoqë kër e kishmi në Egjipt, Muhammed Hussein Jakubin dhe i tha, kam një ofertë të mirë për një gru e zbuluar ata martoj ata. Tha ta martoj ta bajnë davet edhe sevap, edhe qebab. Tha jo. Tha ku të vdesin të mbuluarat po, se s'kije me kanë më martu atë. Amo tha ata ti me mbulu me bodavet, kjo do të thot ti me hinë betej me 3 shejtana. Ti një shejtan se be mun e 3 mi mujtë. Tha shejtani asaj në vijat ka jo, 2 ajo dhe shejtani jot në vijat ka jo, 3 ti një shejtan se be mposht me 3 shejtanët donë me shfaq luft. Për këtë arsye vëllezër të ndersh, shpesher ne sprovomu në familje tonë për çka se ka bo një jetë ajo do të zohet inshallah pas 50 vetëve. I ban 50 vjetë dhe s'ka erë të mbulesës. Pa do të thotë veç mbulesë?
Kua të këvëllëk, kua është imani? A nuk është ajo non që të edukon një familje? Pitëve të ndonë. A ja vlen ajo femër dhe gru që të edukon një njeri që i quajnë Salahuddin që të të cilë e kucin? A ban ajo non që të bojnë njeri hafiz të Kur'ani Kerimit, mbrojtës të dinit Allah,